istighfari, vazhdimisht me istighfar. Derisa Nuhi alayhis salam ka tregu, i ka tha popullit vetë, o popull jam, bani istighfar te Allahu, Allahu kam ju sill bereqet prej qiellit, kam ju nxjerr prej tokës dhe ju jep evlat. Andaj kanë thënë dietar, kush nuk ka pasuri, kush nuk ka evlat, domthon këtu një edhe i pamartumi edhe i martumi, dhe shka nuk ka domorati, fa alej bil istighfar, ka thënë let baje istighfar. Me një hadith i cili është i dopt, po vlera istighfarit dhe ajeti e vërteton këta, me një hadith i cili është i dopt, po kuptimin e ka të mirë, ku disa prej dietarëve kanë bërë hadithin asaj, po më e vërtetë është hadithi është i dopt. Ku thuhet se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith që transmeton Ibn Majah dhe Abu Daudi dhe Ahmedi nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, ku thuhet se ka thënë i dashmi Zotit sallallahu alaihi wasallam, men lazima al-istighfar, kush shoqërohet apo e vazhdimisht bën istighfar, ja'ala Allahu lahu min kulli dayqin faraja. Allahu prej çdo problemi, prej çdo brenge do t'ju bëjë atij zgjidhje. Wa min kulli hammin faraja. Dhe çdo dert të cilën e ka, Allahu ka mja zgjidh, wa razaqahu min haythu la yahtasib, dhe Allahu e furnizon prej kamenjat si shkon. Andaj istighfar e vëllazër, istighfar sa më shumë. Istighfar sa më shumë. Një disa vllazërit të cilët doktorët i kanë thënë që mund të shpukon steril, mos e pas fëmijë. Një disa vëllezër të cilët më kanë treguar që ja kanë filluar me istighfar, vazhdimisht me bon derisa Allah i ka furnizuar me evlat. Vazhdimisht kanë bëj istighfar, Allahu subhanahu wa taala ka ndryshuar gjendjen dhe kanë bëu fëmijë, alhamdulillah. Domthon bereqeti i istighfarit. Bereqeti i istighfarit është me bëj rregullisht kur ki probleme. Kur ki gale, bani istighfar Allahu subhanahu wa taala. Inderumi, më i dallumi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, bajka Allahu subhanahu wa taala meni mezlis 100 istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.